qetësohu, gjithçka do vi drejt teje, një udhëtim përmes qetësisë, durimit dhe besimit në rrjedhën e jetës, zëri që na mungon në zhurmën e përditshme, në kaosin e jetës moderne, me mesazhe që vijnë çdo sekondë. Pritshmëri të larta dhe krahasime të vazhdueshme, një zë i thjeshtë, por i fuqishëm mbetet i harruar, qetësohu. Kjo fjalë, e ngrohtë dhe e thellë, është një kujtesë se jo gjithmonë duhet të luftojmë për të ecur përpara. Ndonjëherë, forca më e madhe është të qëndrosh në vend, të marrësh frymë thellë dhe të besosh, sepse jeta nuk është garë. Është rrjedhë. Dhe ajo që është për ty, do të vijë tek ty. 1. Kuptimi i vërtetë i qetësisë nuk është dorëzim, është zotërim i vetes. Qetësia nuk është mungesë veprimi. Nuk është as dorëzim para rrethanave. Qetësia është të jesh në paqe me atë që nuk kontrollon, duke ruajtur besimin se ajo që kontrollon, mendimet, ndjenjat dhe veprimet e tua, janë të mjaftueshme për të ndërtuar një jetë me qëllim. Kur ndihesh në stres sepse s'po ndodh ajo që do, kujtoje, qetësia është zgjedhje, është akt besimi. Është mënyra më e bukur për t'i thënë jetës, unë kam bërë timen. Tani është radha jote. 2. Durimi si një artë jetese. Si ta presësh pa u lodhur, durimi nuk është thjesht pritje, është një lloj dashurie për të ardhmen tënde. Është një ushtrim i përditshëm i vetëpërmbajtjes, i shpresës dhe i besimit se ajo që po ndërton sot do të shpërblehet nesër. Ka njerëz që i humbin dhuratat e jetës vetëm sepse u dorëzuan pak sekonda para se të arrinte mrekullia. Mos i ai njeri. Qëndro. Prit. Lutu. Përgatitu, sepse gjithçka e bukur kërkon kohë për të marrë formë. 3. Çfarë është për ty do të gjej në çdo kulturë, në çdo fe, ekziston ideja se fati, ose më mirë, drejtësia e universit, nuk e lë askënd pa të tijen. Çdo pengesë, çdo zhgënjim, çdo rrugë e mbyllur ka një arsye. Ajo që është për ty nuk ka nevojë për forcë. Do të vijë tek ti, ndoshta jo kur ti e do, por kur je gati për të. 4. Fryma që të shpëton. Frymëmarrja e ndërgjegjshme, në momentet kur ndihesh i mbingarkuar, e vetmja gjë që të kthen në vetvete është frymëmarrja. Merr frymë thellë, dëgjoj rrahjet e zemrës, shiko gjithçka rreth teje. Kjo është jeta. Ky është momenti. Dhe ti je gjallë, nuk ka asgjë më të rëndësishme se kjo ndjesi. Kjo qetësi nuk vjen nga jashtë, vjen nga brenda. 5. Përvoja nuk ndodh menjëherë, por ndërtohet çdo ditë. Të qetësohesh do të thotë të lejosh përvojën të formësoj, jo nxitimi. Sa herë ke bërë gabime vetëm sepse u ngutët? Sa herë ke zgjedhur për të kënaqur dikë tjetër, ndërsa zemra të thërriste të prisje? Nëse do t'i japësh vetes një dhuratë, jepi kohë, qetësohu, gjithçka do vijë drejt teje, një udhëtim i brendshëm drejt qetësisë, besimit dhe fuqisë së padukshme të durimit. 6. Jetojmë në një epokë pa durimi, por shpirti kërkon kohë. Në kohët moderne, kemi mësuar të vlerësojmë shpejtësinë më shumë se thellësinë. Gjërat duhen tani, menjëherë. Një klik dhe ushqimi vjen në derë. Një like dhe ndihemi të vlefshëm. Por shpirti njerëzor nuk funksionon kështu. Shpirti ka një ritëm më të ngadaltë. Ai ngrihet nga heshtja, rritet nga reflektimi dhe lulëzon në terren të ngadaltë e të qëndrueshëm, kur mendojmë se gjërat nuk po vijnë. Shpesh jemi ne që jemi duke vrapuar shumë shpejt për të parë se ato tashmë janë aty. Mjafton të ndalosh. 7. Qetësia është besim, jo dorëzim. Njerëzit ngatërrojnë qetësinë me dorëzim. Por janë e kundërta. Dorëzimi ndodh kur e lë veten të mposhtet nga frika, ndoshta nga lodhja, ndoshta nga mungesa e shpresës. Qetësia është akt i zgjuar. Është zgjedhje e një luftëtari të brendshëm, është besim se rruga që po ndjek do të çojë diku, edhe kur se sheh fundin. Është bindja se ajo që je duke ndërtuar do të shpërblehet, edhe kur askush tjetër nuk të jep besim. 8. Mos lufto me valët, mëso të notosh me to. Shpesh e shohim jetën si një betejë kundër rrethanave. Por jeta është më shumë si një lumë, nuk ndalet për askënd. Njerëzit e qetë nuk janë ata që s'kan probleme, por ata që mësojnë të notojnë mes valëve. Qetësia nuk vjen kur gjithçka është perfekte, vjen kur mëson të jesh në paqe edhe kur gjithçka është rrëmuj. 9. Praktikat e përditshme që ushqejnë qetësinë dhe besimin. 1.
Meditimi vetëm 5-10 minuta në heshtje. Mbyll sytë, përqendrohu tek fryma. Do të habitesh sa shumë të panevojshme mund të ndalosh. 2. Shkrimi në ditar, nxirr gjithçka nga brenda. Jo për t'i dhënë zgjidhje, por për ta kuptuar veten. Në momentin kur shkruan, qartëson mendimet dhe qetëson shpirtin. 3. Mirënjohja, çdo ditë, kujto 3 gjëra për të cilat je mirënjohës. Kur je mirënjohës, nuk ke kohë për ankth. 4. Lidhja me natyrën, një ecje në heshtje. Një pemë që lëkundet. Një zog që këndon. Këto janë gjëra që asnjë aplikacion nuk të jep. 10. Njerëzit e duruar janë ata që e shijojnë jetën më shumë. A e ke vënë re që njerëzit më të qetë, më të buzëqeshur dhe më të ngrohtë janë zakonisht ata që kanë kaluar më shumë dhimbje? Ata kanë mësuar të mos nxitohen, të mos gjykojnë, të mos bëjnë presion mbi kohën dhe mbi veten, sepse e dinë çdo gjë që është për ty do të vijë, por vetëm nëse ti je gati për të. 11. Ndalimi nuk është dështim, është përgatitje. Ndonjëherë jeta ndalet, një projekt dështon, një marrëdhënie mbaron, një mundësi zhduket, e para gjë që ndjejmë është zhgënjimi. Por jeta nuk po na ndëshkon, po na përgatit. Qetësohu. Shiko mësimin. Mos vrapo drejt diçkaje tjetër vetëm për të mbushur boshllëkun. Rri në boshllëk. Aty ndodh transformimi. 12. Besimi që liron. Unë nuk kam nevojë të di gjithçka sot. Një nga burimet më të mëdha të stresit është nevoja për të pasur kontroll mbi çdo gjë, por ti nuk je Zoti. Nuk je universi, ti je një shpirt në udhëtim. Mjafton të dish hapin tjetër, jo të gjithë rrugën. Besimi që gjithçka do të vijë drejt teje kur të jetë gati është shenjë e një shpirti të pjekur. Shkallët nuk shfaqen të gjitha menjëherë. Ato dalin një nga një, sa herë që ngjitesh. 13. Jeta nuk është për të mbërritur, është për t'u përjetuar. Ndonjëherë e harrojmë që jeta nuk është një listë gjërash për t'i përmbushur. Ajo është një eksperiencë për t'u ndjerë, një dhuratë për t'u shijuar, dhe si çdo gjë e bukur, kërkon durim, përqendrim dhe dashuri. 14. Çfarë ndodh kur qetësohesh? Ndryshon perceptimi, ndryshon realiteti. Kur je i qetë, kupton më shumë, reagon më pak, vëzhgon më mirë, vendos më mençur, tërheq atë që është në përputhje me shpirtin tënd. Qetësia është magnet për paqen, dashurinë dhe suksesin e vërtetë. Përfundim, bëhu ai që pret me qetësi, sepse ai fiton më shumë. Qetësohu, gjithçka do vijë drejt teje. Nuk është vetëm një këshill. Është një mënyrë jetese, një filozofi që na mëson se jeta nuk është luftë, por udhëtim, se ajo që është për ne nuk ka për të na kaluar, por kërkon që ne të jemi gati. Qetësohu. I pranishëm. Ndërto vetveten dhe besoj jetës, ajo ka një mënyrë të mistershme për të sjellë gjithçka në kohën e duhur.